Së pari ju të gjithë e dini që ne kemi pasur në plan të bëjmë pakon për përballje me inflacion 2.0, mirë po kjo nuk u mundësua për shkak se u shkaktuan zgjedhjet e parakohshme, të panevojshme, me qenë se pati një blokim opozitar sa i përket çështjes së zgjedhjes së presidentit, dhe tash ne po përpiqemi të bëjmë çfarë është e mundur në mënyrë që qytetarët e Republikës në përballje me nevojat e shtuara në njërin anë dhe me pritjet të cilat janë të arsyeshme në anën tjetër, t'ju dalim zot atyre. Tash ne jemi të mirënjohur ta zëm për shtesat për fëmijë, për mbështetjen financiare për nënat lehona, pastaj për mbështetjen financiare për punëtorët, mandej për studentët dhe pa harruar pensionistët. Ta zëm për 5 vjet, qeveria jonë ka mbështetur 7 herë gjithsej pensionistët me mbështetje të njëhershme 100 euro. Pensionin që e kemi gjetur bazik 90 euro, e kemi bërë 150 euro, që është për 2/3 më i lartë se që kemi gjetur. Pra, rritjen ekonomike të vendit tonë nuk e mbajmë për shtet, e shpërndajmë në popull, më së shumti, më së pari tek ata të cilët i kanë nevojat më të mëdha. Ndërkaq që sa i përket alokimit të mjeteve buxhetore për 2 milion euro, këtë e kam shpjeguar me një tekst në faqen time në Facebook, dje pas dite, ju kisha inkurajuar të gjithëve që keni dilema ta lexoni ose ta rilexoni, dhe gjithçka është në shërbim të qytetarëve dhe bëhet fjalë për një mbulim të një gjendje jo të zakonshme që po e bëjnë edhe shtetet e tjera dhe nuk ka të bëj me muajin qershor, po ka të bëj me komplet stinën e verës deri në fund të tetorit. Pra, do të vepronim ndryshe po të kishim kuvend, me që s'kemi kuvend, veprojmë me çfarë mundemi e dim dhe besojmë që po bëjmë shumë mirë. I falenderoj shumë për pyetjen, unë vetëm po e them principin e vendimit ton, ajo është që qytetarët e Republikës së Kosovës, pa dallim etnie, të integrohen, të pajisen me dokumente dhe kemi krijuar këtë dritarën prej 3 muajsh, ndërkaq mbi atë se sa kanë aplikuar dhe si ka ecur ky proces, më lejoni që megjithatë t'ja kaloj fjalën ministrit të Brendshëm, i cili e ka përcjellur nga afër këtë situatë, por duhet ritheksuar që kemi pasur vlerësimet më të larta edhe të qytetarëve brenda vendit, edhe të faktorëve ndërkombëtar për mundësinë që kemi krijuar. Pra, duam legalizim në Republikën e Kosovës, duke pas parasysh edhe situatat që janë më të vështira. Pra, jo ndëshkim, duam legalizim, sepse nuk ka normalizim pa legalizim pa sundim të ligjit, e në ballë të kësaj ndërmarrje për këtë çështje, sikurse edhe për shumë të tjera e kemi Ministrinë e Punëve të Brendshme.